Skema e re e subvencioneve do nisë me një buxhet fillestar prej 5,2 miliard lekësh, 16% më i lartë se një vit më parë dhe do shoqërohet me instrumente të integruara financiare me qëllim uljen e kostove të prodhimit, nxitjen e formalizimit dhe rritjen e vlerës së produkteve Made in Albania. Këtë vit, qeveria shqiptare ka dizenjuar buxhetin më të madh që ka pasur ndonjëherë për bujqësinë, blegtorinë dhe peshkimin. Flitet për 16,3 miliard lekë, nga të cilat 5,2 miliard do të vendosen në dispozicion të skemës kombëtare për mbështetjen në bujqësi. Unë për shkak edhe të një zone e cila është hambari i Shqipërisë, që është qarku i Fierit, kam arritur të kuptoj që skemat duhet jenë më efikase, duhet jenë më të goditura për sa i përket nevojave që sot ka fermeri apo edhe blegtori. Nga Fieri, aty ku edhe u përmbyll turi i dëgjesave me fermerët, ministri i bujqësisë thotë se takimet kanë shërbyer për të ndërtuar një panoramë të qartë të nevojave të fermerëve, të cilat do reflektohen drejt për drejt në skemën kombëtare 2026. Do të përmbyllim të gjithë kërkesat dhe ankesat, të cilat lidhen drejt për drejt me atë çfarë ju keni ngritur me emër mbi emër dhe ne ta vendosim në paketën e re financiare dhe në masat e reja të cilat do të jenë për pak ditë. Për specialistët e bujqësisë, skema e re e subvencioneve do lehtësoj aplikimet duke hequr burokracitë dhe duke shtuar vlerën financiare për ta. Subvencionimi që do bëhet të jetë drejt edhe në xhepin e fermerit. Dhe kjo është një gjë pozitive për fermerin, sepse nuk do ketë më burokracira, nuk do ketë më do ta marrë tregtari, pastaj të japi fermerit gjëra të cilat nuk ndodhin realisht. Pritet që të ketë pak pozitivitet në xhepin e fermerit dhe rritje të çmimeve të produkteve të fermerëve. Procesi i analizimit sugjerimeve po vijon me synimin që skema kombëtare 2026 të garantojë mbështetje reale për fermerët, rritje të konkurrueshmërisë dhe qëndrueshmëri afatgjatë për sektorin bujqësor shqiptar.